A ke ti një dhuratë që e mban mend nga fëmijëria jote, një dhuratë që e veçon, ose çfarë të dhuroj më së shumti? Një dhuratë që unë e mbaj mend nga fëmijëria ime ka qenë një kukull, që ende e kam në fakt, ka qenë një kukull. E ruan ende? Po, ka qenë një kukull shumë e bukur, e madhe, edhe me flokë shumë të bukura, shumë e bukur, dhe me atë e kam, domethënë jam mrekulluar, ma ka bler babi, jam mrekulluar edhe e ruaj si diçka shumë të shtrenjtë. I lë të tjerë ta prekin? Apo nuk është e ke të ekspozuar? Tani e kam vendosur, domethënë e kam në shtëpinë time, sigurisht që e kam marrë me vete, sepse është një dhuratë shumë e shtrenjtë. Ka dhe, do me thënje, histori mbrapa. E shtrenjtë në kontekstin afektiv të kuptimit të saj. Dhe sigurisht e kam vendosur në një vend në shtëpinë time dhe e shoh edhe domethënë është një ndjesi pozitive sa herë. Është një vend që s'mund ta prek dikush. Okej. Kështu që por ti besoj kur pyesin tregon për atë. Mbas e ka qelluar, por me që më pyetët mendoj që do kisha problem po ta prekni.